Historiani, diplomati dhe udhëtari italian Luigi Villari, i biri i historianit të njohur Pasquale Villari, në vitin 1912 kishte votuar në trevat shqiptare, ku në prestigjiozen e njohur The National Geographic shkruante për jetën e shqiptarëve. Villari kështu e fillon të shkrimin në të përditshmen e njohur The National Geographic. Rrethet perëndimor të vilajetit të manastirit dhe një pjesë e madhe Kosovës janë të banuar nga një racë më e ashpër se çdo gjë tjetër që mund të gjendet në Evropë nga shqiptarët. Shumë qarqe evropiane dhe ndërkombëtare janë pak në dieni për këtë popull të çuditshëm dhe interesant. Edhe pse shqiptarët e flasin një gjuhë indo-evropiane, megjithatë, ata nuk i përkasin asnjërit prej grupeve të njohura të familjes ariane. Është e mundshme që ata të vinë nga Iliriet të lashtë, të cilët u drejtuan drejt perëndimit nga valët e avancuara të slaveve. Ndërkohë, historiani italian vazhdon të artikullin: qeveria turke i ka mbajtur qëllimisht shqiptarët në një gjendje barbarie dhe ignorance, duke i përdorur ata si mjet në nënshtrimin e popujve fqin. Nga feja, shqiptarët janë të ndarë në muslimanë, të cilët formojnë 2/3 e numrit të përgjithshëm të tyre, në të krishterë ortodoks dhe katolik romak. Por feja ulet lehtë mbi supet e shqiptarëve, edhe ata nuk janë as pak fanatik. Në çdo fis, përveç Mirditës, të cilët janë të gjithë katolik, madje edhe me shumë familje shqiptare, ka të përzirë musliman dhe të krishterë, dhe megjithse vazhdimisht luftojnë mes tyre gjakmarrja. Duhet të themi se feja nuk është pasojë e grindjes së tyre aktuale. Tutje, historiani italian shkruante: shqiptarët kanë vetëm pak bujqësi, kurfar tregtie ose industrie, dhe me të vërtetë ata kanë pak profesione përveç atij të luftëtarëve. Turqit i kanë përdorur shqiptarët në Evropë në të njëjtën mënyrë, ashtu siç i kanë përdorur kurdët në Azi, duke i dhënë atyre licencë të plaçkitjes dhe autonomi praktike në këmbim të besnikrisë ndaj sultanit dhe përsekutime të racave të tjera. Shqiptarët gjithashtu e japin një argument të dobishëm kundër reformave në Maqedoni, sepse kur fuqitë kërkojnë që sultani të përmbush premtimet e tij, atëherë pason një kryengritje kërcënuese e shqiptarëve. Me gjithë ashpërsinë e tyre, shqiptarët kanë shumë cilësi të mira. Ata janë të guximshëm, mikpritës, dhe nëse keni sukses të fitoni besimin e tyre dhe t'i bashkangjitni atyre me personalitetin tuaj, atëherë shqiptarët janë absolutisht të besueshëm. Ambasadat dhe konsulatat e huaja në Turqi preferojnë të punsojnë shqiptar si gavaz për shkak të besueshmërisë së tyre. Midis shqiptarëve katolik të veriut si Austria ashtu dhe Italia kanë bërë diçka në rrugën e arsimimit. Këtu, franciskanët dhe jezuitët kanë hapur shkolla në qytete të ndryshme dhe qeveria italiane mban kolegje në Shkodër dhe diku tjetër. Për shqiptarët ortodoks, shkruan Villar, shoqëria greke ka krijuar disa shkolla, por për shqiptarët musliman nuk është bërë asgjë. Kështu, qeveria turke nuk do të lejojë ata të mësojnë gjuhën shqipe, dhe ajo madje ke mgull që të refuzojnë njohjen e ekzistencës së tyre, megjithse shumica e tyre nuk flasin gjuhë tjetër përpos gjuhës së tyre amtare, gjuhën shqipe.